Vinte me avion nga Spanja së bashku me një mikun e tij të ngushtë, por ky ka qenë sot udhëtimi i fundit i Gilmando Danit. Personazhi i njohur i botës krimit i kishte shpëtuar 2 herë atentateve me armë në 2011 dhe 2015, por hera e tretë ka qenë fatale për të. E ekzekutuan në mes të ditës në pikën më nevralgjike dhe më të kontrolluar të aeroportit ndërkombëtar të Rinasit. Një mesazh i fortë se kush hyn botës krimit ka gjithmonë një faturë për të paguar dhe faturë të cilës nuk i shmangesh dot kur për gjithmonë. Dani u godit në plumë Bangkok së bashku me bashkëpunëtarin e tij, i cili edhe në këto momente që flasim, po lufton për jetën në spitalin e traumës. Gilmando Dani njeh si krau djati Emiliano Shullazë dhe emri i tij ditet shpesh në dosjen plumbi art. Dosja e cila zbardhi rrjetin e merimangës të kriminalitetit shqiptar, që kishte rilulzuar në 2 dekadat e fundit, falë dhe një flirtimi të fortë të tij me uniformat blu. Në fakt kjo u provua edhe nga ngjarja sot. Shoferi nuk ishte thjesht shofer. Shoferi ishte shoku i Danit dhe kthehej bashkë me të nga udhëtimi në Spanjë. Dhe kujtoj se Spanja është vendi ku jo pak nga elementet kriminal shkojnë jo për turizëm, po për të kontrolluar investimet e tyre me paratë jo dhe aq të pastra. Problemi është se ky person ka një mister që rrethon të tashmen dhe të shkuarën e tij. Ndërsa raportimet e para flasin se ai ishte agent i AMP-s, pra Agjencisë Monitorimit të Policisë, ai që duhet të mbikëqyr policën se mos rrinë me kriminalet, ky person rrinte vetë bile dhe udhëtonte me Gilmando Danin. Dyshimi tjetër është se ky person mund të jetë futur në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Policisë muajt e fundit. Dhe kjo e bën përfshirjen e policisë me element kriminal, jo thjesht një çështje të shkuarës, por një problem të rrezikshëm të tashmes. Dhe vetëm pak orë para kësaj ngjarje, ministri e Brendshme mori në mbrojtje uniformat blu. Albana Kurçiu tha se policia nuk mund parandalonte të gjitha ngjarjet e rënda. I referoi 3 javë më parë kur ndodhen 3 vrasje në një ditë. Por ajo që ndodhi sot ishte një lajm i keq, jo për faktin se ndodhi në mes të ditës, në mes aeroportit, në pikën ku ka policë në çdo orë të 24 orëve, por sepse shoferi një kriminali u godit jo duke tentuar të ndalonte krimin, por duke qenë pjesë e tij. Dhe me sa duket, jo rastësore. Dhe këtu shtrohet dilema se si mund t'i gjendet zgjidhja e këtij problemi, sa kohë që vetë policia është pjesë e problemit dhe fatkeqësisht edhe pjesë e krimit. Për këto do të flasim sonte. Sigle.